I fali të gjithë ata që më kanë dënuar me vdekje e gjithë ato që do të më ekzekutojnë. Rënoft Krishti Mret, rënoft Shqipnia. Këto ishin fjalët e fundit të Qerim Sadikut, djaloshit 27 vjeç, i cili u përshkatu vetëm e vetëm se urreu komunizmin e nuk pranoi të kthehej në bashkëpunëtor të hetusisë. Ai mori aktivisht pjesë në Bashkimin Shqiptar, këtë organizatë të seminaristave të seminarit nërdiocezan të Shkodrës, e cila e pati si qëllim të informonte popullin e Shkodrës e popullin shqiptar mbi atë çka e priste pas zgjedhjeve të para të Frontit Nacional Çlirimtar. Refuzoi kategorikisht, edhe pse nën tortura, të pranonte se jezuitët dhe etrit të tjerë ishin në dijeni të kësaj organizate. Vështirë se do të gjendeshin të ndërthuna tek një njeri virtytet e fesnikërisë, trimnisë e të bojarisë, si tek djaloshi Qerim Sadiku. Ai krejt jetën e vet nuk e shkrini veç për familje, po mënyrë të veçantë për atë dhe edhe për fe, nër virtytet më të larta që munden të gjenden tek një njeri. U përshkatu vetëm 27 vjeç, mas shumë e shumë torturave, duke lanë djalin jetim i cili do të lindte vetëm 7 muaj, masi do të vdiste Qerim Sadiku.